Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj një sekret madh. Nesër, data 14 tetor, viti 2025, do të ndodhë një eveniment unik, i papërsëritshëm në racën njerëzore. Një eveniment që verifikohet vetëm një herë, dhe tani do t'ju tregoj se çfarë do të ndodhë. Dhe duke filluar që nesër, shumë gjëra do të ndryshojnë, sepse çdo gjë është frekuencë dhe ne e kemi thënë, por dëgjojeni se çfarë do të ndodhë nesër. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj shqipe që jemi për herë bashkë. Sinqerisht faleminderit. Në 14 tetor të vitit 1582, Papa Gregori vendosi kalendarin që ne përdorim sot, pra kalendarin gregorian. Gjithë bota e vendosi kalendarin gregorian, por duhet të dini, sepse do t'ja u them më vonë pse dhe kush e vendosi këtë kalendar. Por duhet të dini diçka tepër të rëndësishme. Sot është dita e fundit e ripërtëritjes pra të frekuencave dhe nesër konkretizohet, sepse është pikërisht dita kur do të konkretizohet gjithë cikli i kalendarit gregorian. Duhet të dini që në të kaluarën nuk ishte kalendari si sot, por ishte kalendari hënor. Por kush e vendosi kalendarin gregorian dhe pse? Do t'ja u them edhe njerë këtë, do t'ja u them në fund. Duhet të dini që kalendari hënor është 28 ditë dhe natyra ka krijuar çdo gjë në mënyrë perfekte. Po ta shikoni, edhe cikli menstrual i femrave, apo edhe baticat dhe zbaticat janë një 28 ditë. Pra 28 ditë dhe kalendari, përpara se ta vendoste Papa Gregori VII në vitin 1582, ishte kalendar hënor, pra ishte me 10 muaj, kurse sot ne kemi me 12 muaj. Po pse? Edhe këtë do t'ja u them në fund. Por çfarë do të ndodhë që vendoset nesër ose konkretizohet cikli total? Duhet të dini që çdo gjë është frekuencë dhe seksioni i aurës, pra i aurës së njeriut, është në formë spirale. Dhe mendohet nesër, pra që konkretizohet gjithë cikli, duke filluar që nga viti 1582 deri sot, janë eksaktësisht 160 e 1823 ditë, pra 160 e 1823 ditë. Dhe duhet të dini që në qoftë se merrni spiralin, pra sepse e tashmja, e kaluara, e tashmja dhe ardhmja, mendohet që janë një, pra në matematikë. Kurse në fizikën e spiritualizmit është seksioni i aurës, në qoftë se do ta marrim nga cepi, pra nga fillimi deri në fund, është eksaktësisht pra 161.823. Eksakte. Dhe ndaj mendohet që pikërisht, pra nesër kjo, pikërisht në datën 14 të tetorit konkretizohet gjithë cikli, sepse duhet të dini që është numri magjik i Fibonacit, që është e vërteta, pra ciklik, okay? Ose në formë spirale. Dhe e njëjta gjë e mendojnë edhe New Age, pra këta të studimeve New Age, që energjia e njeriut shkon në formë spirale, duke filluar që nga trupi, sepse kalon, duke filluar vjen që nga këmbët dhe ngjitet dhe shkon sipërnesh në formë spirale. Dhe po thoshja që nesër konkretizohet pra cikli, por unë do t'i them diçka. Duhet të dini që në të kaluarën na është mësuar që do t'ju përgjigjet e mbarshme që njeriu jetonte më shkurt dhe ne sot jetojmë më gjatë. Është e vërtet kjo sipas jush? Shikoni, sot mesatarja e njerëzve thuhet që vdekshmëria është 67, 70 vjeç maksimumi, të paktën në trojet shqiptare. Kurse nëpër botë, duke filluar në vendet e zhvilluara, është rreth 80, pra 78-80 vjeç. Po a është e vërtet kjo? Ata që ishin të lidhur me natyrën, ose që janë ende sot të lidhur me natyrën, pra pleqt që jetojnë në përfshatra, jetojnë më gjatë. Kurse ata që jetojnë në qytete, jetojnë më shkurt. Po e them në përqindje kjo, në përqindje gjen edhe njerëz që jetojnë më gjatë në qytete, nuk diskutohet, por në përqindje jetojnë më gjatë ata që janë në fshat. Pse? Pikërisht pra sepse janë të lidhur me natyrën. Ata janë në vazhdimsi të kontaktit me natyrën. Dhe ai nuk është shkëputur.
nga natyra, kurse ti je shkëputur. Pra ne që jetojmë në qytete jemi shkëputur nga natyra. Dhe kjo shkakton probleme të njëpasjeshme të efekti domino dhe pastaj çdo gjë mbaron. Okej. Do të thotë që ne sot jetojmë më pak se dikur. Pra, po sikur kalendari gregorian të jetë vendosur pikërisht për këtë. Pra që ne të na duket sikur jetojmë më gjatë, sepse deri në vitin 1500 ne llogarisnim 10 muaj. Atëherë do të thotë që jetonim më gjatë, kurse sot ti llogarit 12 muaj. Pra ti arrin më përpara vitin. Apo jo, si thoni ju. Kur koha është e njëjtë, sepse ato janë ditët, veç se ti e ke llogaritur më shpejt. Pra, ç'është e vërteta, ne sot jetojmë më shkurt dhe nuk jetojmë më gjatë, sepse po të bësh llogarin, bëni llogarin ju dhe të shikoni. Edhe nga statistika tregohet, dhe çfarë do të thotë kjo? Sepse kush e vendosi kalendarin gregorian, duket që, me sa duket, është vendosur për të zhgënjyer mendjet e njerëzve. Dhe po thosha, atëherë t'u jap dhe nga përgjigjet e mëparshme, nga pyetjet e mëparshme t'ju jap përgjigjet. Tregohet që thash, një mësues vendosi këtë Lilo, vendosi këtë pra që përgatiti kalendarin, sepse Papa Gregori kishte dhënë urdhër që secili të përgatiste një kalendar të ri. Dhe çuditërisht ky nuk shkoi as në Vatikan atë ditë, po ja dha vllait të tij që ta çonte këtë kalendarin që të shpikur nga ky. Dhe si përfundim ky kalendar ne e përdorim sot. Pra një kalendar me 12 muaj i bërë në mënyrë precize. Me 12 muaj. Dhe ne sot, përveç se përdorim, gjithë bota me dashje apo pa dashje, edhe kinezët vendosën që të përdornin këtë kalendar, sepse i detyruan që të përdorin këtë kalendar. Pra, bota u krijuar në një forum që të gjithë të përdorin një kalendar. Kush ishte ky? Kush ishte kjo forcë që të bënte që njerëzit të përdorin një kalendar që mund të jetë i gabuar? Sepse, si që thash, në mënyrë natyrale, ne kemi kalendarin hënor që është perfekt. Dhe të gjitha kulturat e vjetra e përdornin dhe ende sot e quajnë kalendarin natyral, sepse është në mënyrë perfekte, si që thash, edhe cikli biologjik i të gjitha specieve, edhe menstrual i femrave, është perfekt pikërisht me 28 ditë, pra me 10 muaj të vitit. Dhe pyetja është pse e bën? Pra, ajo që thash, mendohet që kalendari gregorian është përgatitur pikërisht për këtë, pra. Është përgatitur që njerëzit të mund të zhgënjen që gjoja ne kemi më shumë një gjatësi se sa dje. Megjithatë, nesër është data 14, si që thash, e tetorit, dhe përfundon cikli i gjithë kësaj frekuence që konkretizon, le të themi eksaktësisht, numrin e sakt të aurës së njeriut. Tani, ju çfarë mendimi keni për këtë? Paktën për kalendarin, çfarë mendimi keni? Le ta lëm aurën që është ndoshta një rastësi që janë eksakte këto ditë, por tani më thoni se çfarë mendimi keni për aurën, për kalendarin gregorian dhe nëse kalendari më parshëm ai hënor ishte më i saktë se ky ose jo. Pres komentet tuaja. Ky është një eveniment unik nesër, data 14 tetor, kështu që pres komentet tuaja. Hajde, ditë mbarë sot.